Unioni i Gjyqtarëve Shqiptarë quan trajtimin publik të ankesave ndaj qytetarëve si shkelje të parimeve bazike të bashkuara mbi pavarësinë e gjyqësorit. Unioni vlerëson se trajtimi i ankesave ndaj gjyqtarëve dhe vendimeve të tyre në raport me publikun duhet bërë në mënyrë konfidenciale, siç kërkojnë standardet ndërkombëtare. Në një shkresë drejtuar Presidentit të Republikës, Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Ministrisë së Drejtësisë, Komisionit të Ligjeve, Komisionit Evropian, OSBE-s, misioneve Euralius e Obdat, projektit Just në USAID dhe mediave, Unioni nënvizon se sipas pikës 17 të parimeve bazike të OKB-s, një akuzë apo ankesë bërë ndaj një gjyqtari në kapacitetin e tij profesional dhe gjyqësor duhet të shqyrtohet me shpejtësi dhe drejtësi, bazuar në një procedurë të përshtatshme. Gjyqtari duhet të ketë të drejtën e një procesi të drejtë dëgjimor, por hetimi i rastit në fazën fillestare duhet të mbahet konfidencial, përveç kur vetë gjyqtari kërkon ndryshe. Unioni shpreh shqetësimin për atë që e quan si minim të pavarësisë së gjyqësorit dhe besimit të tij përmes kriticizmit të pushtetit ekzekutiv dhe atij legjislativ. Në letrën nënvizohet se rekomandimi i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, drejtuar shteteve anëtare mbi gjyqtarët, pavarësinë, eficiencën dhe përgjegjësitë, në pikën 16 të tij parashikon se vendimet e gjyqtarëve nuk duhen të jenë subjekt të rishikimi, përveç procedurës apeluese ose rishikuese, sikurse parashikohet në ligj, ndërsa në pikën 18 thuhet teksa komenton vendimet e gjyqtarëve, pushteti ekzekutiv dhe ai legjislativ duhet të shmangin kriticizmin që minon pavarësinë ose besimin e publikut tek gjyqësori. Ata gjithashtu duhet të shmangin veprimet që mund të tregojnë mungesën e vullnetit të tyre për t'u bindur vendimeve të gjyqtarëve, përveç se mund të deklarojnë qëllimin e tyre për të apeluar. Javën e shkuar, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, në një kërkesë drejtuar Presidentit të Republikës për shqyrtimin e hollësishëm të 65 vendimeve të gjyqtarëve, publikoi edhe vendimet e tyre. Ankesat ndaj gjyqtarëve po publikohen edhe në portalin antikorrupsion të Ministrisë së Drejtësisë. I pyetur nga mediat nëse kjo shkel të drejtat e gjyqtarëve, ministri i Drejtësisë dha këtë përgjigje. Gjithkush që i preket interesi ka drejt që të ankohet në gjykatë. Vetëm gjykata do të di, të orientojë çdo lloj gjyqtari për akuzën që bëhet. Ata që ngrenë me forcë ndjen ngushtë nga presioni gjithmonë i madh që bëhet nga qytetarët, nga shoqëria civile, po edhe institucione ligjzbatuese.